nderuar teleshikues, përshëndetje, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një ditë pas ekzekutimit të 64 vjeçare Gjovalim Prendi në Pllancë të Lezhës, policia e gjeti të ndjekur makinën e autorëve në fushë gjormë të Kurbinit. Dyshohet se atentatorët janë larguar me një automjet tjetër. Pamjet filmike dhe dëshmit po analizohen për të ndriçuar rrethanat. Pista kryesore lidhet me të kaluarën kriminale të birit të viktimës i vrarë në Greqi vitin e kaluar. Hetimet për vrasjen mafioze të Gjovalim Prendit kanë zbuluar një tjetër element kyç. Automjeti që u përdor nga autorët për t'u larguar nga vendngjarja është gjetur i shkrumbuar në një zonë të pyllëzuar pranë fushëgjormës në Kurbin. Policia dyshon se pas djegjes së makinës, atentatorët që mundohet të kenë qenë të paktën 3 janë ndihmuar nga një automjet i dytë për t'u larguar pa lënë gjurmë. Krahas ekzaminimit të vendit ku gjet mjeti i djegur, hetuesit po analizojnë pamjen e sigurisë për të rindërtuar lëvizjen e atentatorëve përpara dhe pas ngjarjes. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së teksa 64 vjeçari po qëndronte në verandën e lokalit të tij. Grupi hetimor ka marrë në pyetje dëshmitar të mundshëm që mund të ndihmojnë në identifikimin e autorëve. Gjovalim Prendi ishte babai i Sidorel Prendit, i njohur dhe si Roan Brahimi, i cili u vra në maj të vitit 2024 në Greqi. Një nga pistat ku po përqendrohet hetimi është hakmarrja ndaj familjes, duke qenë se i biri i viktimës rezultoni përfshirë në disa episode kriminale. Megjithatë, po hetohet edhe mundësia e ndonjë konflikti personal që viktima mund të ketë pasur në Shqipëri. Burimet pranë grupit hetimor bëjnë me dije se është kërkuar ndihmë edhe nga autoritetet greke, duke qenë se dyshimet për lidhje mes dy vrasjeve janë të forta. Hetuesit shqiptar janë të interesuar të mësojnë më shumë mbi kontaktet, lidhjet dhe veprimtarinë e Sidorel Prendit në Athinë, me qëllim që të zbulojnë nëse atentati në Lezhë ishte vijimi një zinxhiri ngjarjesh të lidhura me krimin organizuar ndërkombëtar. Nëse kjo pistë konfirmohet, do të ishte një sinjal i qartë se grupet kriminale po përdorin informatoria për të larë hesapet edhe në territorin shqiptar. Hetuesit kanë dyshime të forta se atentatorët që plagosën 4 personat në Tiranë mund të kenë ngataruar shënjestër. Policia ka zbuluar se gruaja e Roan Brahimit kishte një makinë të ngjashme me atë që u qollua, duke bërë atë objektiv të mundshëm. 45 minuta pas vrasjes së Gjovalim Prendit në Pllancë të Lezhës, autorët të mund të kenë synuar edhe vrasjen e bashkëshortes së tij. Hetimet për atentatin që ndodhi mbrëmjen e së njëjtës në Tiranë, ku 4 persona u plagosën, kanë marrë një drejtim të ri. Policia ka dyshime se autorët mund të kenë ngatruar shënjestër duke pasur në konsiderat ngjashmërinë e makinës që udhëtonin viktimat me atë të gruas së Roan Brahimit. Hetuesit mendojnë se objektivi i vërtetë i atentatorëve mund të ketë qenë bashkëshortja e Brahimit, e cila ka një makinë me targa thuajse identike me ato të mjetit që u qellua. Sipas burimeve, atentati ka ndodhur 45 minuta pas vrasjes së Gjovalim Prendit në Pllancë të Lezhës dhe dyshohet se autorët kishin si qëllim edhe vrasjen e bashkëshortes së tij pas vrasjes së djalit të saj Roan Brahimi në Athinë vitin e kaluar. Policia e Tiranës ka zbardhur dinamikën e ngjarjes duke thënë se atentatorët kanë pritur automjetin e të plagosurve pranë tregut agro-ushqimor në Unazën e Madhe dhe kanë qelluar me breshëri plumbash pasi mjeti ka hyrë në rrugën dytësore. Pas atentatit, shofiri i automjetit ka tentuar të largohet dhe ka udhëtuar për 1.4 kilometra para se të përplasej me një automjet tjetër. 4 të rinjt janë transportuar për në spital dhe 2 prej tyre janë në gjendje më të rëndë, ndërsa të tjerët janë jashtë rrezikut për jetën. Hetimet janë duke vazhduar dhe policia dyshon se autorët, të cilët dyshohen të jenë 2 persona, lëviznin me motor dhe deri tani nuk ka asnjë gjurmë të tyre. Të plagosurit kanë deklaruar se nuk kanë konflikte dhe nuk kanë mundur të identifikojnë sulmuesit. Në analizën e mëtejshme të ngjarjes, burimet nga hetimet kanë konfirmuar se përveç ngjashmërisë së makinës, një tjetër element mund të ketë kontribuar në këtë ngatresë dhe kjo lidhet me mundësinë që viktima ka qenë në lidhje me individ që janë objektivi grupeve të tjera. Për më tepër, hetuesit po shqyrtojnë çdo mundësi të lidhjes mes ngjarjes së fundit dhe aktiviteteve të kaluara kriminale, përfshirë ato që mund të ketë lidhje me atentatet më parshme. Do të ecim me të tjera informacione. Kryeministri Edi Rama ka shpadur planin e Shqipërisë për të zhvilluar një industri të mbrojtjes duke prodhuar armë, dronë inteligjent, anije dhe automjete ushtarake. Ai theksoi rëndësinë e investimeve dhe bashkëpunimeve ndërkombëtare për ngritjen e kapaciteteve mbrojtëse dhe për përgatitjen e pilotëve shqiptar.
Shqipëria ka hapur një kapitull të ri në industrinë e mbrojtjes, duke bërë zotimin e një projekti ambicios për të prodhuar armë dhe teknologji të avancuara ushtarake. Kryeministri Edi Rama gjatë një vizite në Rubik theksoi se nga produktet kryesore do të jenë dronët inteligjent, risia më e madhe në sektorin e mbrojtjes, si dhe automjetet dhe anijet ushtarake. Në bazë të programi janë edhe dronët inteligjent, që ju e dini shumë mirë, janë fjala e fundit e shkencës dhe janë edhe risia më e madhe sot në sektorin e mbrojtjes. Pjesë e këtyre investimeve janë edhe investimet për automjetet ushtarake. Ju e dini shumë mirë që, ose kush nuk e di, po ja them që ne kemi një grup, kemi një kompani shumë interesante në Shqipëri që drejtohet nga një vajzë dhe që përbëhet nga vajza, që ka prodhuar një makinë shqiptare të quajtur Shota. Ministria e Mbrojtjes është duke punuar me atë kompani dhe me një kompani të madhe ndërkombëtare për të krijuar një partneritet dhe për të prodhuar këtu në Shqipëri makina ushtarake të cilat do t'i vlejnë forcave tona të armatosura, por do të eksportohen masivisht jashtë. Përmes këtij plani, Shqipëria synon të rrisë kapacitetet e saj të forcave ushtarake duke përfshirë trajnimin e pilotëve shqiptar dhe përgatitjen për shërbime me forcat aleate. Në bashkëpunim me Italinë, po rrisim në mënyrë të ndjeshme kapacitetet edhe të forcave tona detare, por nuk do të ndalemi aty, po në bashkëpunim me Italinë, me një ndërmarrjet më të mëdha të prodhimit të anijeve në botë, që është Fincantieri, kemi tani më një marrëveshje mirëkuptimi për të bashkëpunuar për ngritjen ose për ringritjen e bazës së prodhimit edhe të riparimit të anijeve në Shqipëri, gjë që do të na jap mundësi të prodhojmë për vete dhe përsëri të eksportojmë. Në lidhje me pronat ushtarake, Rama theksoi se filozofia e qeverisë është të investohen në asetet e ushtrisë që janë keq përdorur në të kaluarën. Filozofia jonë, siç thash, është që të investojmë për të fituar dhe për të reinvestuar. Të investojmë asetet e ushtrisë, të cilat janë keq përdorur në mënyrë skandaloze për shumë vite, dhe këtu kam parasysh pronat, dhe investimin pronat e ushtrisë të bëhet në rastet kur pronat i duhen ushtrisë pikërisht për të tilla investime, të mbeten në funksion të sektorit mbrojtjes, në rastet kur ushtrisë nuk i duhen drejt për drejt, përsëri të investohen me pjesëmarrjen e Ministrisë Mbrojtjes dhe të vjen funksion të turizmit apo të zhvillimeve të tjera. Të ardhurat tona në këtë program, ne fuqizojmë pikërisht ndërmarrjen publike, shoqërinë publike të prodhimit dhe të shitjes së mjeteve ushtarake. Kryeministri i vendit Edi Rama gjatë vizitës në një kompani të prodhimit të veshjeve sportive u shpreh se investimet ndërvite në këtë sektor kanë sjellë zhvillim, por kërkoi më shumë vëmendje ndaj punonjësve. Rama kërkoi që puna të nderohet dhe të motivohej punonjësit, duke përmendur rëndësinë e pushimeve të rregullta për rritjen e efikasitetit në punë. Kryeministri Edi Rama ka vizituar një kompani shqiptare që prodhon veshje sportive për tregjet europiane, duke përgëzuar investimet që janë bërë në këtë sektor dhe duke kërkuar një trajtim më të mirë për punonjësit. Jo ta shfrytëzosh, por ta motivosh dhe ta mirëmbash. Kështu që në këtë aspekt është vërtet impresionuese, mbreslënse kjo që ndodh këtu. Ashtu si kundër, ka dhe një element tjetër, unë e thash pak me të qeshur në fillim, po është shumë serios si element dhe shumë për tu admiruar që kompania është provë e gjallë e faktit që respektimi i ditëve të pushimit për punonjësit është rentabilitet, është rritje e cilësisë dhe rritje e efektivitetit në punë. Nuk mundi mbash pa pushim dhe ne kemi bërë një plan masa shumë të rrepta për respektimin
Gjithashtu, kryeministri theksoi se Shqipëria është duke shfrytzuar avantazhe strategjike për të tërhequr investitorët e huaj, duke përfshirë zhvillimet në infrastrukturë si rrugë, porte dhe aeroporte. Në disa vende që janë vendet e Bashkimit Evropian dhe me strategjinë për ta kthyer Shqipërinë në një hapësirë ku të mbledh të gjithë produktet nga të gjitha vendet e tjera për t'i çuar në Europën Perëndimore, na jep një provë shumë të qartë të avantazhit që ka Shqipëria, një avantazh strategjik, të cilin ne po mundohemi ta mbështesim me infrastrukturën, me portet, me aeroportet, me rrugët, me kurudhat, ndërkohë që hapi tjetër i futjes në Bashkimin Evropian do ta bëjë dhe më të lehtë për kompaninë si kompani europiane që të rrisë kapacitetet e veta, të rrisë fitimet e veta dhe pa diskutim të rrisë detyrimisht edhe mbështetjen financiare tuaja. Të gjithë punonjësit e Shqipërisë duhet ta dinë. Ai e përmbylli fjalën e tij me një apel për një hap të mëtejshëm drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i cili do të ndihmojë në rritjen e mbështetjes financiare për bizneset shqiptare. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një vizitë në Krujë ku u prit nga mënyra qytetar, përfshirë dhe fëmijë që nuk mund të votojnë. Gjatë turit ai premtoi ndryshime ekonomike dhe sociale, ndërkohë që u përballë me kritika për premtimet e pambajtura nga periudha e kaluar në pushtet. Rikthimi i tretë i Sali Berishës këtë të herë nga qyteti historik i Krujës u shoqërua me një pritje të ngrohtë nga qytetarët. Megjithë këtë mbështetje, Berisha u përballë edhe me disa kritika dhe pyetje për premtimet që nuk ishte realizuar gjatë kohës kur ishte në pushtet. Ke thonë do të shpërblej të gjithë burgosën publik si mas ligjit. Po. Njelen pa shpërblej gjithë, pas fakti 50% shqiptarëve t'ja plotësh. Prit. Do të ngjoj. Ja të flas dëgjoj. Do dëgjoj sa. Tani, çfarë është bërë? Spari do kthehemi në 2025-ën dhe brenda 4 viteve në mënyrë absolute do të shlyejmë çdo detyrim ndaj tyre. Kjo është. Ish kryeministri Berisha u ndal në rrugicat e Krujës ku pavarësisht vizitës në këtë qytet, duket se mendja e tij ishte te kundërshtari politik në Tiranë. Në skap janë bërë mbledhje emergjente, urgjente, ra bomba, sikur ra bomba. Dhe ky dilte mas dite thoshte burr më të mirë se Altin Dumani nuk ka Shqipëria. Keni pa apo jo? Në një bisedë të ngrohtë me tregtarët e tregut artizanal, Berisha prezantoi programin ekonomik me premtime për rritjen e pagave dhe pensioneve, si dhe uljen e taksave. Do bëjmë gjithçka për t'u lehtësuar. Faleminderit. Qofsh mirë. Sepse lehtësimi juaj do thotë mundësi më e madhe zgjedhjet biznesit, mundësi më e madhe shtimit prodhimit, mundësi më e madhe pushimi, kështu që energjinë do e ulim në 6 lekë, faturën, po, e sigurt, faturën e ujit do e përgjysmojmë, to tarifa tjera do ulen në mënyrë drastike, bashkia nuk do mund vendos kur më shumë se 1% të xhiros ndaj bizneseve, se bashkitë janë të apasionuar shumë mas taksave, se i shmojnë e ton vetë. Pas një periudhe hezitimi, Berisha hoqi xhaketën e politikanit dhe u bashkua qytetarëve duke pranuar dhuratën simbolike nga krotanët. Ajo që e surprizoi nuk ishte vetëm xhubleta e qeleshja, por edhe bufi që i dhuruan. Gjyqi paraprak për dosjen Partizani u shtyi edhe këtë të premte, ndërkohë që palët kanë paraqitur argumentet e fundit për vlefshmërinë e ekspertimeve të kryera nga VKH. Të pandehurit të përfshirë ish kryeministrin Berisha kërkuan pushimin e çështjes dhe shpalljen e pafajësisë. Edhe këtë të premte, gjyqi paraprak i dosjes Partizani që kanë gjetur shumë diskutime, nuk ka përfunduar me shpalljen e vendimit. Avokatët dhe prokurorët kanë thënë fjalën e fundit para gjyqtares paraprake, duke theksuar kundërshtinë e tyre ndaj akt ekspertimeve të realizuara nga Byroja Kombëtare e Hetimeve dhe jo nga ekspertë të licencuar. Palambrojtësit pandehurve ka kërkuar shpalljen e pafajësisë dhe anullimin e akteve hetimore, ndërsa prokurorët e dosjes kanë mbrojtur vlefshmërinë e të gjitha hetimeve të kryera. Në këtë seancë vetëm shoqëria Kontakt kërkoi që të ndahej nga të tjerët për të trajtuar çështjen e saj veçmas. Të pandehurit e tjerë, përfshirë ish kryeministrin Berisha dhe dhëndrin e tij Fatmir Bektashi, kërkuan që të shpallet pafajësia dhe se aktet e kryera të jenë të pavlefshme, duke kërkuar që çështja të pushonte. 23 prilli është data që unë mendoj që do të përfundojë seanca paraprake. Pastaj gjykata unë besoj edhe shpresoj të marrë kohën e saj për të dhënë një vendim, sepse ju besoj nuk mund të kundërshtoni faktin që sepse ju gjithmonë e çoni te skupi edhe te kjo pjesa e 11 maj thotë ky. Të muaj seancë paraprake edhe të jepet vendimi për 5 minuta, mua nuk më duket serioze, pa le pastaj të jetë profesionale.
Gjithashtu, u diskutua për miratimin e akteve nënligjore që kanë lejuar shndrimin e destinacionit të tokës, duke e zëvendësuar Sport Klub Partizani me ndërtimin e 16 pallateve. Prokuroria e posaçme ka përmbledhur në 33 fashiku hetimor të gjithë procesin hetimor, duke shpjeguar se është arritur deri në miratimin e këtyre akteve, të cilat kanë ndikuar drejt për së drejti në zhvillimin e çështjes. Seanca e ardhshme do të zhvillohet në 23 prill, ku do të dëgjojnë edhe avokati i shoqërisë Homplan. Dy të pandehurit kryesor për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës nuk ju përgjigjen thirrjes së GKK-s për të dëshmuar në procesin ndaj Altin Hajrit. Drejtani Rexhepi dhe Aldo Majnishtja, të cilët ndodhen në paraburgim në Fier, refuzuan transportimin për në seancë. Sipas SPAK, ata ishin pjesë një grupi të strukturuar kriminal, ndërsa procesi u shty për një datë tjetër. Drejtani Rexhepi dhe Aldo Majnishta, dy nga të pandehurit në çështjen e rrëmbimit dhe vrasjes së Jan Prengës, nuk kanë pranuar të paraqiten për të dëshmuar në seancën gjyqësore ndaj Altin Hajrit, i cili po gjykohet në mungesë nga gjykata e posaçme. Të ndodhur në paraburgimin e Fierit, të dy kanë refuzuar urdhrin e gjykatës për të transportuar drejt Tiranës, ndonse ishin pjesë një liste të dëshmitarëve të kërkuar nga SPAK. Për këtë arsye seanca u shty për një datë të re. 2 muaj më parë Rexhepi kishte dhënë një dëshmi të shkurtër, ku mohoi çdo lidhje me Gentian Funiqin, një nga të dyshuarit kryesor të dosjes. Megjithatë, hetuesit e konsiderojnë si Rexhepin ashtu dhe Funiqin urdhëruesit e rrëmbimit të Jan Prengës, ngjarje që mendohet se lidhet me vjedhjen e një sasie prej 260 kg heroin nga vëllai i viktimës në Britaninë e Madhe. Rrëmbyer në janar të vitit 2020, Prenga u zhduk pa lënë gjurmë, ndërsa trupi i tij nuk është gjetur ende. Grupi kriminal që krijoi rrëmbimin përfshin edhe emra të tjerë të njohur për hetuesit si Geraldo Martini, Martin Bleta, Corrado Gështenja, Artan Docaj dhe vetë Altin Hajri, të cilët akuzohen për pjesëmarrje në një organizatë strukturuar kriminale. Seanca paraprake për dosjen sa SPAK me të pandehuri Ilir Beqaj nuk u zhvillua për shkak të kërkesave të mbrojtjes. Avokatët pretenduan se nuk janë njoftuar me të gjitha provat dhe kërkuan akses në akt ekspertime teknologjike. Gjykata caktoi datën 6 maj për vijimin e shqyrtimit. Ish-ministri akuzohet për një sër veprash penale që lidhen me abuzimet gjatë drejtimit të fondit në Bashkimin Evropian. Seanca paraprake ndaj Ilir Beqajt dhe të pandehurve të tjerë u shtyr pasi avokatët kërkuan kohë shtesë për të studiuar provat që sipas tyre nuk u vënë në dispozicion gjatë hetimeve paraprake. Mbrojtja këmbguli për marrjen e materialeve të zbërthyera nga pajisja elektronike si telefona, USB dhe kompjutera për të siguruar një proces më të drejtë dhe të balancuar. Në përfundim të seancës, gjykata vendosi që shqyrtimi të vijojë në 6 maj në orën 10 të paradites. SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar dosjen për gjykim, duke ngritur akuza të rënda ndaj Beqajt dhe 8 personave të tjerë përfshirë dhe 2 shoqëri private. Ilir Beqaj, dikur ministër i shëndetësisë dhe më pas drejtuesi i Agjencisë së Menaxhimit të Projekteve me financimit të Bashkimit Evropian, përballet me akuza për korrupsion pasi falsifikim dokumenta, shkelje të barazisë në tendera, mashtrim në disa raste dhe mos deklarim pasurie. Dosja e tij është një nga rastet që SPAK e konsideron me prioritet për ndjekjen penale të zyrtarëve të lartë të shtetit. Policia shqiptare ka goditur 2 raste të trafikimit të drogës me pozë duke sekuestruar gjithsej 1.5 kg kanabis. 2 të rinj janë arrestuar në Tiranë, ndërsa një tjetër në Shkodër pasi morën pakot me lëndë narkotike që kishte mbërritur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një operacion të suksesshëm antidrog, policia e shtetit ka shpërthyer 2 raste të trafikimit të kanabisit, të cilat erdhën përmes postës nga SBA në Shqipëri. Në Tiranë, 2 të rinj, Aslian Peza dhe Andi Xhelili, janë arrestuar pasi morën një paket që përbante 522 gram kanabis. Ata janë kapur pas daljes nga posta kur agjentët e policisë të veshur civil i kanë vënë në arrest. Ndërkohë në Shkodër është ndaluar Mateo Hoxha, i cili kishte marrë një kuti postare që përmbante 1 kilogram kanabis. Policia ka bërë të ditur se kanabisi sekuestruar ka një përqindje të lartë THC-je dhe ishte i destinuar për të shitur në kryeqytet. Autoritetet kanë identifikuar dhe shpallur në kërkim 2 porositësit e drogës, të cilët priten të kapen së shpejti. Në vijim të hetimeve, policia ka siguruar kamerat e sigurisë dhe degët e postës dhe ka mbledhur prova të tjera që do të ndihmojnë në zbardhjen e këtij rrjeti të trafikut të drogës. Autoritetet po punojnë për të identifikuar më shumë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal dhe për të shpërbërë rrjetin ndërkombëtar që përdor postën për dërguar lëndë narkotike. Sipas policisë, këto raste janë një pasqyrë aktiviteteve të vazhdueshme të trafikut të drogës, përdorin mënyra të sofistikuara për të fshehur lëndë narkotike dhe për të kaluar kufijt.
Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Ambasadorët e Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë në Prishtinë kanë bërë thirrje partive politike të tejkalojnë përplasjet dhe të punojnë së bashku për krijimin e institucioneve të reja në Kosovë. Pas 2 dështimeve të konstituimit të kuvendit, diplomacia ndërkombëtare po kërkon reflektim dhe bashkëpunim. Ambasadorët theksuan se vendi ka nevojë urgjent për institucione funksionale dhe një qeveri të qëndrueshme. Pas 2 përpjekjeve të dështuara për konstituimin e kuvendit të Kosovës, ambasadorët e Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë në Prishtinë u kanë bërë thirrje forcave politike që të lënë pas përplasje dhe të fokusohen në krijimin e institucioneve të reja. Sipas ambasadorit britanik Jonathan Hargreaves, qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë nga liderët e tyre angazhim të përbashkët në interes të vendit, ndërsa shtoi se formimi i institucioneve është urgjent, duke qenë se kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Përplasjet procedurale mes partive politike kanë bllokuar verifikimin e mandateve të deputetëve, çka pengon vijimin e konstituimit të kuvendit dhe formimin e qeverisë. Ndërkohë që PDK, LDK dhe AK këmbëngulin në dorëheqjen e anëtarëve të qeverisë që janë zgjedhur deputet, kryeministri në detyrë Albin Kurti e konsideron të panevojshëm një veprim të tillë, pasi qeveria aktuale është tashmë në dorëheqje. Edhe ambasadori gjerman John Rode kritikoi taktikat bllokuese dhe theksoi se vetëm bashkëpunimi mund të garantojë institucione funksionale dhe një qeveri të qëndrueshme për Kosovën. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump është pranë tërheqjes nga përpjekjet për të ndërmjetësuar paqen mes Rusisë dhe Ukrainës nëse nuk shfaqen së shpejti sinjale konkrete për përparim. Këtë e bëri të ditur sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio pas një takimi në Paris me zyrtar europian dhe Ukrainas. Rubio theksoi se nuk do të ketë angazhim afatgjatë në mungesë rezultatesh të menjëhershme. Shtetet e Bashkuara mund të tërhiqen nga roli i tyre ndërmjetësues në konfliktin Rusi-Ukrainë, nëse nuk shfaqen shenja të qarta për një marrëveshje të mundshme brenda disa ditësh. Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, gjatë një deklarate pas takimit në Paris me përfaqësues europian dhe Ukrainas, tha se Washingtoni nuk do të investojë kohë të gjatë në një proces që nuk jep rezultate. Rubio nënvizoi se presidenti Donald Trump mbetet interesuar për paqen, por është i gatshëm të tërhiqet në mungesë progresi. Ai përmendi gjithashtu rolin e rëndësishëm që mund të luajnë vendet si Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania në këtë proces, duke i konsideruar ata partner konstruktiv në përpjekjet për arritjen e një armëpushimi. Presidenti amerikan Donald Trump është pranë tërheqjes nga përpjekjet për të ndërmjetësuar një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës, nëse brenda pak ditësh nuk shfaqen sinjale konkrete që kjo iniciativë mund të japë rezultate. Këtë paralajmërim e dha sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, gjatë një vizite në Paris, ku u zhvilluan bisedime të përbashkëta me lider europian dhe përfaqësues Ukrainas. Rubio theksoi se Washingtoni nuk ka ndërmend të angazhohet në një proces të zgjatur pa garanci për sukses të shpejtë, duke shtuar se, megjithse Trump mbetet i përkushtuar ndaj idesë së paqes, ai është i gatshëm të tërhiqet në mungesë përparimi. Takimi në Paris, i mbajtur në mikpritjen e Francës, shënoi një moment të rëndësishëm diplomatik, pasi për herë të parë në një tryezë të vetme u ulën zyrtar të lartë amerikan, Ukrainas dhe europian për të diskutuar hapat konkret drejt përfundimit të luftës. Rubio vlerësoi kontributin e vendeve si Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar në këtë proces, duke i cilësuar si partner kyç në përpjekjet për një armëpushim të qëndrueshëm. Kryeministria italiane Giorgia Meloni po shfaqet si një figurë kyçe në përpjekje për të zbutur tensione tregtare mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Gjatë vizitës së saj në Washington dhe takimit me presidentin amerikan Donald Trump, ajo përcolli tonë pajtimi dhe besimin në arritjen e një marrëveshje. Kryeministria italiane Giorgia Meloni përpiqet të luajë rolin e ndërmjetëses mes Washingtonit dhe Brukselit, në një kohë ku marrëdhëniet tregtare mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian janë në vëmendje të veçantë. Gjatë vizitës së saj në Washington dhe takimit me presidentin Donald Trump, Meloni përcolli një frym bashkëpunimi dhe theksoi besimin se një marrëveshje tregtare mund të arrihet në të ardhmen e afërt. Edhe shefi i shtëpisë së bardhë u shpreh optimist, duke thënë se është 100% i bindur për një marrëveshje të drejtë, të cilën, sipas tij, edhe Brukseli e dëshiron. Meloni nënvizoi gatishmërinë e Italisë për të qenë një urë bashkëpunimi, duke cilësuar SBA anë një partnere besnike, ndërsa paralajmëroi se do të ftojë Trumpin në Itali dhe do të kërkojë të organizojë takime me lider të tjerë europian. Ajo konfirmoi gjithashtu për kushtimin e Italisë ndaj objektivave të NATO-s, duke mbështetur rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen në nivelin e synuar prej 2%. Pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara, Meloni pritet të zhvillojë një takim të veçantë në Rom me zëvendës presidentin amerikan, J.D. Vance.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka sugjeruar mundësinë e një fundi të rritjes së tarifave ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, duke theksuar se ai është në kontakt të vazhdueshëm me liderët kinezë dhe beson se mund të arrihet një marrëveshje. Trump ka paralajmëruar se rritja e tarifave mund të çojë në një ulje të konsumit, por ka shtuar se do të ketë një objektiv të caktuar në çdo rast. Presidenti Amerikan Donald Trump ka sinjalizuar mundësinë e një fundi të rritjes së tarifave ndërmjet SBA-s dhe Kinës, duke deklaruar se ai është në bisedime të vazhdueshme me liderin kinez Xi Jinping dhe ka shpresë për një marrëveshje. Gjatë një deklarate në shtëpinë e bardhë, Trump tha se ai dëshiron të shmangë rritjen e mëtejshme të tarifave, duke theksuar se në një moment të caktuar, konsumi mund të bjerë ndjeshëm. Presidenti shtoi se ka një marrëdhënie të mirë me presidentin Xi dhe beson se do të arrijë një marrëveshje. Ai gjithashtu përmendi se, nëse nuk realizohet një marrëveshje, do të vendoset një objektiv i caktuar. Megjithatë, Trump ka rritur tarifat ndaj importeve kineze në 145% si kundërpërgjigje ndaj masave të Pekinit. Kina ka reaguar duke thënë se nuk do të përgjigjet me një lojë numrash në lidhje me tarifat, duke sinjalizuar se tarifat nuk do të rriten më tej. Bisedimet e ardhshme mes SBA-s dhe Kinës priten gjatë ditëve të ardhshme, ndërsa shumica e tarifave janë pezulluar për 90 ditë. Në një tjetër zhvillim, Trump tha se tensionet tregtare me Kinën mund të ndikojnë në vendimet lidhur me operacionet e TikTok në SBA, duke shtuar se këto çështje mund të vonojnë një vendim për kompaninë. Hamasi ka refuzuar ofertën e fundit të Izraelit për armpushim, duke theksuar se është i gatshëm të negociojë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të sillte lirimin e të gjithë pengjeve të mbetur dhe të burgosurve palestinez. Kryenegociatori i Hamasit kërkoi një marrëveshje të plotë dhe theksoi se nuk do të pranojë marrëveshje të pjesshme që shërbejnë për agjendën politike të Izraelit. Lufta vazhdon të shkaktojë viktima dhe ka përkeqësuar gjithashtu Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 19 prill do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në përgjithësi, moti do të jetë i ngrohtë dhe pranveror në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 27 gradë Celsius, veçanërisht në zonat e ulta dhe bregdetare. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor verilindor me shpejtësi 5 deri 10 metër për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të lehtë 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 11 deri në 26 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 22 gradë. Peshkopi 8 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 13 deri në 27 gradë. Durrës 14 deri në 26 gradë. Kavaj 13 deri në 25 gradë. Elbasan 12 deri në 26 gradë Celsius. Berat 12 deri në 27 gradë. Korç 9 deri në 21 gradë. Vlorë 15 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 26 gradë. Sarand 15 deri në 25 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 19 prill do të ndikohet nga moti qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare gjatë ditës. Vlerat termike do të jenë në rritje graduale. Temperatura minimale do të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius në disa zona të izoluara, veçanërisht në jug të territorit. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi mesatare prej 5 deri 10 metër për sekond. Her pas here në Lugina mund të arrijë deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 12 deri në 23 gradë Celsius. Podujev 12 deri në 22 gradë. Skënderaj
12 deri në 21 gradë Celsius. Pej 13 deri në 23 gradë. Prishtinë 12 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov 13 deri në 22 gradë. Malishev 13 deri në 21 gradë. Gjilan 12 deri në 22 gradë. Ferizaj 12 deri në 22 gradë Celsius. Kaçanik 13 deri në 21 gradë Celsius. Suharek 13 deri në 21 gradë. Prizren 13 deri në 22 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.